Cineplex Cinema here in Tirana, Albania, where we have established a fantastic partnership not only with Cineplex Cinema, but also with Millennium Cinema Networks to promote the Sustainable Development Goals. We found a cool way to do that. So ahead of each and every film which is being shown, for example tonight there are like 7 films being shown. We are airing an SDG spot ahead of each and every film. In the meantime, we're distributing some flyers to the people who come to watch their preferred film so that they get acquainted with the Sustainable Development Goals. And we're going to talk to them after they get out of the cinema to see how much they've learned about it. Juve keni din për një agjendë globale që quhen objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, e kishit dëgjuar më përpara? Se kishit dëgjuar. Për ju kush është më e rëndësishmi nga ata? Besoj eliminimi i varfërisë. O kërgoja ka një agjendë globale zhvillimi për vitin 2030. Kjo quhet Agenda e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Me kaq çfarë ju tashun, kush do ishte më i rëndësishmi për ty nga gjithë këto 17 objektiva? Kjo urinë së shkresoja se po që urinë normalisht temën për tjera. A i njihni të objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm? Po, i njihni sepse para filmit tim preferuar që era Çika në Cineplex u dha një spot me 17 objektiva e zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe cili është objektivi më i preferuar për ju? Objektivi im i preferuar është arsimi cilësor, sepse dua të punoj sa më shumë në arsim, që të rinjt të jenë sa më të shkolluar, të kemi sa më shumë studentë të diplomuar dhe kemi sa më shumë vende të reja pune. Cili është objektivi juaj preferuar? Objektivi im preferuar është objektivi numër 5, i cili është objektivi për barazinë gjinore. Personalisht unë në punën time punoj me shumë gra dhe vajza dhe kam kuptuar se forca intelektuale e tyre është shumë e madhe dhe mendoj se nëse do të kishte të tjerë si puna ime, ta kuptonin shumë herë, që ta kuptonin këtë gjë, ndoshta Shqipëria do ishte një vend më i mirë.